Me 16 shtator presim lirimin e krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, do të kthehen triumfalist më të Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të Angeli në diaspora flet. Shkojnë në radhës Ganimete Musliu, Gango, nga PDK-ja. E pas ka dhënë deklarat fort për Hashim Thaqin edhe për tre krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë në Burg, në Hag, por kjo specifikisht po fol më shumë për Hashim Thaqin. E ne miq do i tregojmë diçka për Hashim Thaqin. Kështu që, për me kuptu miq të dashur, ju kisha lut, ta ndëgjoni videon deri në fund, edhe i shihni reagimet e mia, përgjigjet e mia, ndaj kësajna që po gënjen sa po mundet, sa është e madhe. Shkojna miq. se sa që kanë shku, më ballhapur se sa që kanë shku, dhe unë mund të them që Kosovës do t'i kthehet përfundimisht dinjiteti. Për cilën dinjitet e ki fjallë në oj ignorante. Kosova ka identitet. Ka kush e mbron identitetin. E kemi Albin Kurtin, më i madhin vend. E kemi Haxhiun, më i madhin vend. Ti po del për fol për dinjitet. Identitet. Për kënë, për Hashim Thaqin. Hashim Thaqin që ta prunin kufi në Urtibrit, apo? Hashim Thaqin që i fali i krimet, po? Shkojna miq, shkojna e lutëm. Prej që liderët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, mungojnë Kosovë, unë e tham me bindjet plot dhe besoj që thotë secili sot Kosova është pa zot shtëpie. Jo, ka dal. Prit. Unë nuk them që Kosova pa zot shtëpie. Kosova ka zot shtëpie, edhe ka gjani burr të fortë ka. Po jo që në parlament bëhet Lohan e kur shkon atje bëhet pul. Nëse je Lohan, je kon Lohan në Kosovë, edhe atje do të me kon. Atje bile Lohan e Tigër, dy jatë bashkë. Kosova ka zot shtëpie. E nëse thu për Drenicë, aty s'me përzina. Po në Drenicë, unë e di që Drenica ka një Sokol Halil aty, ka gjatë fort, ma burë se burrat. Se përse me vëmendje. Miq, shkojna, më zdalën për teme, sa ajo është të tërtim. Dhe bëj një video edhe për Halil, Sokol Halilin, një të tërë ditë. Shkojna miq. Të fundit, a mendon që dikush i friksohet kthimit të Hashim Thaqit në Kosovë? Kthimit të Hashim Thaqit në Kosovë duhet t'i frigohen vetëm serbët. Miq, që çfarë gazetari ignorant, që çfarë gazetari shpips, që çfarë pyetje bën. Kush ka më i frikua Hashim Thaqit? Për çfarë arsye? O gazetari ignorant, për çfarë arsye? Shkojna miq? Vetëm armiqtë e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës nuk duhet kur t'i frigohen kthimet, as të Hashim Thaqit, as Kadri Veselit, as Jakub Krasniqit, as Recep Selimit. Armiqtë e Kosovës, po, armiqtë e Kosovës ju kanë frigu edhe do t'ju frigohen sa të ketë frymë presidenti Thaqi. E kush janë armiqtë e Kosovës, soi Gango? A ki fjallën për Albin Kurtin edhe votuesit e tina? A e pa ftyrë? Tjetër kush nuk mu është me thonë, se ne e dim kur ne kemë armiq. Po për ty armiq jemi ne, edhe Albin Kurti. Për çka kom i gëzu në Hashim Thaqin që po vjen, që lirohet ai? Po më një arsye, për çfarë arsye? Unë Hashim Thaqi kom qef mu liru me gjitha ta tre tjerë, me arnë për shtëpia të veta, kënë rregull jam, sepse nuk kom qef mu dënu si ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këtu unë e përkulem. Nëse dënohem prej mas lufte e kënena, e bajshim me shnet gjithë. Pik.
sporë që ja për atë punë heq. Nëse i dënojnë sikur që kanë bo krime lufte 98-99, atë unë jo me ty Ganimete Musliu. Por ata nëse dënohen, do të dënohen për mas lufte, jo luftë. Jo për vitin 98-99. Unë jam shumë i bindur për këtë punë. Kështu që unë për veti si Dan Gelli nuk kam nevojë, nuk kam arsye, jo nevojë, s'kam arsye më gëzu. Unë zona që ja vjen shpejt vet, në rregull jem edhe u kry muhabeti. Për që zona nëpse vjen ashim faqe, për çfarë arsye? Mos më ka bë mirë sen. Mos ta ka bë mirë sen. Po flasëm politikisht. Prej 2000 kënena. Nuk po flasëm para lufte. Unë gjithmonë thom para lufte se cilët një kontribut sot që ka dhonë, unë i përkullëm. Po flasëm si politikan. Për çka më gëzu? Si politikan, kur sytë më s'ja pasha. Se i ka bo Kosovës shumë domë. E domet që i ka bo ashtë në thoqi, tashmë do t'i tregoj ty. Mos e të mbaroj shte Gango. Se ti e din shumë mirë, s'kam nevoj me t'i zbegu, por ti po im shef, po manipulon. Sepse paguash për to. Për manipulime, ti paguash për manipulime. E unë nuk paguna për manipulime, unë vetëm paguna për fakte, me qitë fakte. Edhe sa të flas me fakte, me dëshmi. Asë një herë pa fakte. Shkujna miq. Që ne gjithë e dim, arrestu në Vjen, kur u shpall flet arresti, ishte duke shkuar në Amerikë, ta nënshkruan të ndarjen e Kosovës. Dhe ndalën 3 shërbimet e 3 shteteve aleate të Kosovës. E për to më gëzuna, që ka dash me shku në Amerikë me nda Kosovën, për këto më gëzun që vjen ashim thaqja, po jam mërë kërësit më se pafsha. Se këtu e në fakte. Shkujna të tërën. Kjo e ka sjell Kosovën deri në agjendje që thuhet se Veriu nuk është i Kosovës. Lutëm. Ta kufi. Ajo pjesë është dhuruar nga antishqiptari famkesi Aleksandar Rankovići. Dhe sot, kur më dalin dhe vlasin disa që janë në idetë e Rankovićit, ato i të papranueshme. E por këtë hashim më marrë oj zoj Gango. Por që të hashim më marrë më gëzun që po vjenë, që thot tokën, një pjesë tokës, Mitrovicës Veriore nga ka falë Rankovići. Që ka ta mërmeni aty, a ka falë tokë Rankovići? Hasmi maj madhi Kosovës. Rankovići pas kanë gjitë si mas juve. E për që ta shemë të thash më gëzuna, po jo bre kur sytë më se apofsha. Kur, 5 pare se ja për atë punë. Unë si Dan, unë son personal, sen s'kam me to, absolut. Me asjo me juve, absolut. Amo, për gjithë mund për flasë politikisht. Si politikan, kur sytë më se apofsha, heq. Sepse me shku me luftu, si masi që po thotë se atje ka thonë që s'kon luft, me shku me luftu, me dherë gjak, edhe më këthim mbrap tanin, në parlament, qeverit Kosovës, me thonë, jo na ka falë Rankovići atë pjesë. Çfarë logjike ka kjo? Çfarë shpjegimi ka kjo? E kjo logjik është, kur vjen njeri pej broje, që s'të ka 2 lidhje me krye, 0. Që s'ta ka lezu asë një liber, asë nuk e din historinë, asë nuk e din prejardin, e asë nuk e din kufizet e Kosovës. E vjen këto me bo pazare, orë pej mali, me qizme, u i në parlament, edhe ta shumë në kështë me boj pazare me tokë të Kosovës. Ti, Hashim Thaçi. Hashim Broja.
Pse më marrë mu keq? Me një vetën keq. Më mërzit për shumë të thoqen. Më gëzu se po vjen. Amat një arsye, mërë. Amat vetëm një arsye. Pe mas lufte po folëm, prap për refiksoj. Shkojnë amiq, s'ka, e di. Shkojnë amiq. We are not problematic guys. We try to do agreement. Presidentit Vučić, vijar, ne nuk jemi djem problematika, do më thonë. O bo miq me toke. A pe kupton se ti kupton shumë mirë këto? Gango, ti kupton shumë mirë këto, veç mos dash me kuptu. Shkojnë amiq? We are not. Që kërkohet me shty? Oh, Për shkak këto mos harmonizimit të ligjeve. Dimën po. Ky ligji për qeveria ka lënë. Do të mobilizohem me kalu. Mobilizacija. mobilizacija. Ky shoku i Vučićit, a përshë? A kalon që këleq po? Në regull është, hajtë sa vlen. Që ku shobroja, a përshë? Qëtu e në arsye që më mërzit para shëmë thaqena? Që ka bo që ka dasht? Shkone miq. Vrasja atyre 14 qytetarëve civil në arat e Lipjanit. Është krim, është një veprim që secilin na bë të ndihmë të turpruar. Vrasja Po këta kanë qenë në armësi me Adem Llashari. Kush këta? Hashim Thoqin e Kadir Veseli. A për ndjef? Kush po fol? Raportet e Hashim Thoqit dhe Kadir Veseli pas luftës edhe gjatë luftës unë i kam balancuar. A përshë i gango, tjetër herë, kur dash me dhonë intervist, dush me ditë fort mirë qa po fol, se nuk lom. Nuk lom boll ke gëny, boll ke rajt, so ke mujt, nuk ka më me rajt. Boll e pat okupu Kosovën, zguzoj ke kush me fol. Nuk guzoj ke kush me fol për juve. S'ka guzu. Ky është fakt. Ne tonë e dim. A dini pse? Pse o ka hangër plumin, o ka hangër thiken, o ka hangër të rejnën. Ky është realiteti. Kështu që gango që të herë kish kujdes. Kam fjallën kish kujdes kur dash me fol kështu, që po fol, që të kundërshtojnë. Pa kesh kuptime, mos kesh kupto diçka që po të kërcënoja diçka, se mos e po zot, mos kam kurrë kundër, unë thjesht po bëj analizë. Ato çka ti ke thonë, unë po ta demantoj. Se ti po rran, unë po të qes rrant në fush. Miq të dashur, Zoti i rujt, unë ju përshëndes nga diaspora flet, mirë po shumë vite radhës.